Në një akt të dyshimt me firmë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, më 12 mars 2025, qeveria ka miratuar një vendim që i kalon shoqërisë shtetërore Kajo pronësinë e godinave të ish uzinës së autotraktorëve, të cilat ndodhen në zonën e Shkozës. Qeveria ka revokuar të drejtën e pronësisë që po vetë me një vendim të mëparshëm ja kishte dhënë Bashkisë së Tiranës. Deri më tani, godinat ishin në pronësi të Bashkisë së Tiranës dhe ishin dhënë për ndërtimin e banesave sociale. Por tani, pa pyetur pronarin, ato kalojnë në tjetër pronar, që është shoqëria Kajo, në jurisdiksionin e Ministrisë të Mbrojtjes, dhe sipas vendimit, do të përdoren për krijimin e një fabrike që do të prodhojë armë me municione. Vendimi i qeverisë për kalimin e pronësisë shtetërore të godinave të ish uzinës së autotraktorëve është marrë pa miratimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, i cili sipas nenit 58 të rregullores së Këshillit Bashkiak dhe sipas nenit 54 të ligjit të qeverisjes vendore, mund të kalojë me jo më pak se 3/5 e votave të antarëve të Këshillit Bashkiak, të cilët thonë se një çështje e tillë asgjë është diskutuar në mbledhje. Kalimi i pronësisë ka shkelur gjithashtu hapur ligjin për pronësinë e pasurive shtetërore, duke krijuar një precedent të rrezikshëm për pronësinë e pasurive shtetërore. Përveç kalimit të pronësisë në shkeljet e ligjit të pasurive shtetërore, një tjetër shqetësim i madh është ndërtimi i kësaj fabrike në një zonë të banuar me densitet të lartë popullsie, duke rrezikuar seriozisht sigurinë dhe jetën e qytetarëve, shkollave, kopshteve dhe bizneseve që operojnë në zonë. Ky vendim shkakton alarm për mundësinë e një gërdeci të dytë, ku një aksident apo shpërthim i mundshëm mund të shkaktojë tragjedi të tmerrshme. Për realizimin e projektit është miratuar një buxhet fillestar prej 3 milionë eurosh për shoqërinë Kajo, dhe ajo do të ketë mundësinë të bashkëpunojë me biznese private për prodhimin e armëve dhe municioneve, një hap që vetëm sa e thellon dyshimin për transparencën dhe qëllimet reale të këtij projekti. Nëse ky vendim zbatohet pa u ndaluar, do të kemi një tjetër provë të dhunimit të ligjit dhe të interesave të qytetarëve, që injorohen nga ata që duhet të mbrojnë ligjin dhe sigurinë e publikut. Pas këtij vendimi, tashmë çdo qytetar që jeton në zonën e Shkozës dhe afër saj ka arsye të shqetësohet për të ardhmen e tij. Kjo është një shkelje flagrante të drejtave të qytetarëve dhe një goditje tjetër për transparencën dhe përgjegjësinë e administratës qeveritare.